Shiko, ne dim, selia e kuvendit nuk është bë sot tek xhamia. Selia e kuvendit ka qenë aty, xhamia ka qenë aty, drejtoje ka plot. Shiko, unë jam njeriu që mund të kem marrë pjesë më shumë protesta, të paktën besoj që këtu do të ma pranoni këtu po ndoshta ka marrë pjesë në po pra, me që është unë pra ne po them, unë s'kam thënë kur mos protestoni, mos dilni protestë, por unë kam thënë që të paktën sa rregulla morale edhe shoqërore duhet i kemi dhe duhet kemi pak ndjesi edhe për ato dhe respekt për ato që kanë një detyrim tjetër fetar dhe nuk duan të përfshihen dhe duhet i lëmë të jenë të qetë në rritet e tyre. Kështu që çfarë kishte ti Lita një vetëm para se ka kredit? Nga këto limonatat e Po, kjo është ku ka rënë ty se mua më ra kola? Më ra premium. Kurse Orneles i bie që do gjithmonë. Bëjmë gëzuar me Lehtiza. Ajo jotja që ka si bom vulgan. Duke i uruar dhe besimtarëve muslimanë. Pepi më hedhë. Se kanë agjerim pa gaz në cjellës, po. Redi, protesta? Jo, mua më duket sikur protestat cilat organizohen nga parti politike nuk e di pse duhet të përshkallëzojnë në situata përplasjeje me policinë, domethënë, sepse e mirë kuptoj një situatë ngjashme me protestën e Kordian Rashës, që kishte një reagim spontan pra edhe kishte edhe përplasje, kishte populli që detyrohet të nxjerrë mllefin e vet. Ndërkohë që protesta me regjilet të organizuar nga parti politike që degenerojnë në përplasje me policinë, sa na takon ne për shembull nuk i mbështesim, pastaj vazhdon të thuhet që jemi në kilometrin e fundit. Po se sa do zgjas ky kilometri i fundit nuk e di, a lëvizet me metra, me centimetra, nuk e di. Kështu që asgjë re për sa më takon. Po pra sa është modeli Berisha, këto modele do shikojmë apo jo? Tashi, arsye për të protestuar ka, të gjitha partitë po bëjnë atë që dinë të bëjnë më mirë, protesta, po është njëjti model. Është njëjti model. Po, njëjti model është. Njëjti format. Kanë 10 vjet që harxojnë fishek zjarre. Ne nuk kemi alternativë. Tani kryeministrisë me çapo i gjuanin? Me fishek zjarre kështu me drita? Viti kines edhe fishek zjarre. Sa unë do doja protesta më e madhe duhet të bëj atje tek ndryshimet e kodit zgjedhor që janë po të njëjtët persona, po të njëjtët aktor, që aktrohen me ndryshimet e kodit zgjedhor, gjasme, bëhen ato ndryshime kozmetike, dhe po i njëjti refren, dhe po i njëjti skenar, dhe po të njëjtat lajle lujle, në më thonë, lufta... Duhet cekur dhe një gjë tjetër. Jo, sepse... Janë disa sipërmarrës të huaj, të cilët nuk po vinë në Shqipëri, sepse pyesin, a mbaroi u qetësua situata në Shqipëri? Pra, e di që hije dyshimi është kjo edhe për investitorët e huaj, të cilët vinë në Shqipëri dhe thonë, u qetësua situata aty, më thënë, si na sheh bota ne, ta them seriozisht të gjë. Janë me 10 emailët nga kompanitë huaja që thonë, u qetësua situata në Shqipëri, që ne të vimë në Shqipëri. Kjo vjen jo vetëm për shkak protesta, por edhe për shkak të agjendës së disa forca politike të cilat kanë marrë bukë me vete dhe janë nisë në dyrë të institucionet europiane, në media, në të gjitha hapësira dritare. Se kështu të duk të impresioni kryeministrit tek bordi paqes për shembull. Në gjitha dritaret ku jepet mundësia për të komunikuar dhe bëjnë opozitën jashtë. Edhe unë e kam thënë disa herë tjera, opozita nuk duhet të ngatërrojë politikën e jashtme me politikën e brendshme. Hajde këtu shaj, bërtit, gërthit, bëj çat dush sepse jemi mësuar. Jashtë mos e ngatron çështjen kombëtare me çështje politike të brendshme. Shiko, biznesi si është biznesi